për një tarme shumë shkurt do të shohmi se rinia na iki, shumica e të rive atë që e thash për diplomës, mos pranimi diplomës, mos punësimi, po obligohen që pret 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, edhe s'ka kohë me prit pafundësisht për një vend punës, atëherë po detyrohen që ikin në Gjermani apo në shtetet perëndimore. Mirë po fatimirë ose që hala është të urujta e borthama që po martohen me të njëjtës kombë, domethënë po martohen shqiptarë. Edhe për shembull Buenosa ka mundësi sepse ka vendbanime, ka fshatra, ka ku hala martohen. Ka raste që marrin edhe nga Kosova, edhe vinë, por një pjesë e të rive që po studiojnë në Tiranë, sidomos gjinia mashkullore, po edhe kjo femnore, po na mbesin në Tiranë, tu e pa mos mundësien që diplomat e Tiranës njihen, apo? Njihen, edhe atje po na martohen dhe po është pa edhe kjo që shë brengosje, kurse familja është të urujt, por jo domosdoshmërisht që do të ruhet pafundësisht për shkak ikjes edhe shumica e shtëpive kanë mbet bosh, shumica e njerëzve, pleqve kanë mbet vetë në shtëpi, edhe ne nuk kemi institucione, para mendoni ti nëse e marrë me aspektin shëndetësor. Ne duhet me shku 30 km në Vraj, ku është spitali, ku janë 100% Sërb, ku nuk shohin si të mirë, edhe të pleq tanë, domethënë, duhet shërohen në Vraj, apo në Skos, apo në Nish, është kjo një problematikë shumë e madhe. Kurse familja po mendoj që hala është të urujt edhe në aspektin fetar, si fërmënduar edhe aspektit fetar të prisë e fejës që predikojnë që të kemi të ruajmë familjen, po ka hala, nuk është situata keqe, sepse derisa të bunë martesët me zveti, është mirë. Rinia tash shifni se në shkollën e mesme veç për gjejnë partnerin edhe po fillon e të lidhjet njëherë të përkoshme, mas andej po bonë edhe. Kuptohet, po.